Në katin e parë të kësaj shtëpie 3 katëshe, 27 vjet më parë ishin mbledhur pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Konaku i familjes Mezinolli nga fshati Shale Lipjanit ishte vendnisja e delegacionit të UÇK-s drejt Rambujes. Shtëpia sot ka mbetur e njëjtë. Më 6 shkurt 1999 këtu qëndruan edhe përfaqësues ndërkombëtar, të cilët gjatë paraditës zhvilluan bisedime me luftëtarët. Hyzer Mezinolli, si zoti kësaj shtëpie, rrëfem për Kosova Press, se çfarë kishte ngjarë atë ditë. Këtu kanë delegacioni ka ardhur me uniforma nga Kleçka dhe janë vendos. Këtu kanë biseduar gjatë me delegacionet e huaja. Pasandej janë veshur në rroba civile. Ndërsa tërë fshati dhe i kanë pritur me duar tërkitje dhe përcjelljen e tyre u bën në mënyrë madhështore. Qa kanë biseduar mrena, atë nuk mund ta di. Ato ka qenë shefësit ushtarake, ato s'mund me ditë askush. Vetëm ata që kanë qenë pjesëmarrës të. Dyert e kësaj shtëpie nuk ishin të hapura për UÇK-n vetëm më 6 shkurt. Ajo kishte shërbyer dhe si spital ushtarak gjatë luftës në Kosovë. Kjo shtëpi që po e shihni ka qenë i vendosur një pjesë e shtabit politik të UÇK-s, ku atë ditë ku kanë vendosur për të shkuar në Ramboje, kanë qenë delegacionet të huaja, ambasadat e gjitha që kanë qenë të përfshira këtu, për ta bindur UÇK-n për shkuar në UÇK në Ramboje. Të gjithë pjesëtarët apo pjesëmarrësit që kanë marrë pjesë në konferencën e Rambojes, mund të ceki ka qenë Hashimi, Jakupi, Rama, do të harrojnë ndërkohë se ka qenë kohë gjatë me emra, Adem Grabovsi, më sa kujtoj. Bisedimet brenda konakut ishin të mbyllura. Hyzeri kujton se si i dërguari i posaçëm i BE-s për Kosovën, ambasadori Wolfgang Petrić, u kishte kërkuar këtyre banorëve që t'i bindin luftëtarët, që të nisën drejt Rambujes. Se Petriçi më ka tregu vllau që i ka dalë jashtë, edhe migjës i ka thonë, ka qenë i vjetër 70 vjet, ka thonë që bisedani me ta, nashta mes po bindën. Migja i ka thonë ata i dim punë të veta. Na s'kem shka bisedojmë. Edhe i kanë thonë dhe vllaut nëse jo shtëpia juaj, aman, thotë unë shtëpia ime është, po ata bisedojmë për këtë punë, jo, unë s'jam përgjegjës për ato. Ky është vendi që 27 vjet më parë u përcoll delegacioni i UÇK-s nga Shala në drejtim të aeroportit të Prishtinës në prani të një numri të madh të luftëtarëve të UÇK-s dhe banorëve të fshatit. Kjo kull prapanesh sot mban emrin e sheshit të Rambujes. E momenti i nisjes mbetet i paharrueshëm. A ditë i kam po ushtarët, bilëm shos si kisha po aq shumë, edhe kanë prit, jenë rreth ku këtu janë dorë ranë, i kanë prit me nderime ushtarake, edhe aku këgja fteft, bike borë ka pak. Pritjet e këtyre banorëve ishin që situata në Kosovë të përmirësohej. Na pritshëm që ka më bon diçka mirë për Kosovën. Misi bashkojnë me bisedu atje. Po vetëm që të shpijem në ku, në barën i poshtë ata kërë në orë dhe kërë në hije, i kena përcjellë pja atje dhe këtu. Këtu e në hymë kjere të këforit dhe në shku për raport Sllatinës. Para 27 viteve, më 6 shkurt të vitit 1999, i filloi punimet edhe konferenca e Rambujes. Ky takim, i cili u mbajt në afërsi të Parisit të Francës, synoi zgjidhjen e krizës në Kosovë. Iniciues të konferencës që zgjati deri më 23 shkurt ishte grupi i kontaktit, ndërsa ndërmjetës ishin Christopher Hill nga SBA, Boris Majorski, Rusi dhe Wolfgang Petrić nga BE.